dhe në Kosovë, sipas studimit STEPS 2019, përdorimi i duhanit të rriturit është në rënje krahasuar me vitin 2011 apo hulumtimin paraprak, që natyrisht kjo është një lajm i mirë. Ky është edhe një trend inkurajues që dëshmon efektivitetin e politikave të deritanishme, por një trend i pamjaftueshëm për qëllimet që ja kemi vënë vetit. Kontrolli i duhanit është sfidë komplekse, pa diskutim, jo vetëm në vendin tonë, por gjithandej nëpër botë, por përkundër sfidave nuk është që kanë munguar edhe rezultate. Nga të arriturat e prekshme, padyshim është edhe miratimi dhe zbatimi i udhëzimit administrativ për vërejtjet e kombinuara shëndetësore në pakut e duhanit, që hyri në fuqi në vitin e kaluar dhe shënon një prej masave më të rëndësishme në edukimin vizual të konsumatorëve për dëmet shkatruese të konsumit të duhanit. Rritja e akcizës në 65 euro për kilogram sipas vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës është një tjetër sinjal që politikat fiskale po japin efekt. Kemi fuqizuar edhe kapacitetin inspektues përmes rekrutimit të rreth 30 inspektorëve të rinj shëndetësor që kanë ndihmuar në zbatim të ligjit. Por, natyrisht, të nderuara media, të dashur qytetar, kjo akoma nuk është e mjaftueshme dhe mbetet dhe po vazhdon të mbetet një sfidë serioze. Prandaj, kohëve të fundit në bashkëpunim me Ministrinë e Financave, po përgatisim një plan për angazhimin e rreth 100 vetave shtesë që ky ligj të zbatohet në përpikëri në të gjitha vendet ku nuk duhet të pije duhani. Mes kësaj fushate, të rinjt veç janë angazhuar në monitorimin e përmbajtjes digjitale të industrisë së duhanit, kanë ndarë gjetjet përmes sfidës zbuloje taktikën dhe po ndihmojnë në ndërtimin e një presioni pozitiv publik për ndryshim të politikave. Ne jemi këtu sot për të ritheksuar mbështetjen tonë për draft ligjin e ri për kontrollin e duhanit, cilin ju e përmendet, edhe i cili përmban masa thelbësore dhe të domosdoshme për të mbrojtur brezet e rinj që janë në harmoni të plotë me organizatën botërore të shëndetësisë. Këto janë ndalimi plot i reklamimit dhe promovimit të produkteve të duhanit dhe nikotinës, përfshirë ato në platforma digjitale, zbatim të paketimit standard për të larguar çdo efekt joshës vizual dhe ndalimi shijeve të ëmbla fruta që targetojnë posaçërisht fëmijët dhe të rinjët. Ky ligj është një hap i guximshëm, por është i drejtë. Edhe ky ligj nuk synon të penalizojë qytetarët, por të mbrojë shëndetin e tyre dhe të brezave që vijnë. Ne nuk mund dhe nuk duhet të lejojmë që fëmijët dhe të rinjtë tanë të bëhen një tregiri për industrinë e duhanit. Në emër të hulumtimet që janë zhvilluar nga instituti, qoftë GYC, që është zhvilluar GYC i Kosovës në vitin 2016, qoftë STEPS në vitin 2019, për fat mirë ka nxjerrë atë që ka qenë edhe shënimi i ligjit, do të thotë uljen e prevalencës së përdorimit të duhanit në vendin tonë. Mirë, po siç e tha dhe ministri, në luftën kundër duhanit rezultatet gjithmonë kërkojnë ndryshime, kërkojnë që të bëhet progres më të utje për shkak se sot të gjithë qytetarët i ekspozohen ndikimit të theksuar të industrisë së duhanit, e cila përmes taktikave të sofistikuara dëshiron që ta arrisë apo ta mbajë klientelën e tij. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik gjatë këtij viti do të fillojë me hulumtimin e radhës që është GYC 3 Kosova, dhe i cili besojmë që do të gjenerojë të dhëna të reja lidhur me nivelin e përdorimit të duhanit te popullata jonë, veçanti tek të rinjt. Këtyre viteve janë bërë hapa të konsiderueshëm pozitiv dhe një prej tyre është realisht edhe implementimi i vërejtjeve të kombinuara që konsiderohet një masë pak ose masave të OBSH-s për kontrollin e duhanit. Mirë, ne kemi nevojë që të përforcojmë aktivitetet tona edhe në fushat e tjera, qoftë në monitorimin e duhanpirjes, qoftë në përdorimin, të bëjmë hapa pozitiv në aspektin e lënies së duhanit dhe